Në dalu për një moment, dhe merë fryme. Po, merë fryme vertet. Jo në mënyrën mekanike dhe te në situar kë e kemi mesuar nga zakoni, por me pranine, me kellimin, sikur me ate veprim të thjeshtet e mund të hapesh djertë drejt një nivelli tjetër eksistens. Tani, me legjoni të gjubej një pjetje të thelle. Po sikur të të hoxha se qelesi për të transformuar mendjen tënde, për të shëruar trupin tënd dhe për të rishkruar fatin tënd ka kene gjithmone para hundes sate. Dhe askush nuk te ka treguar për kete. Nuk e shten gje metafore. Qfare do të gjus bulogj në kete video. Shten gjohuri ke kulturat e lashtaj ruajshten me kselozi. Gje teknike frime margjegje ke konsiderohe ake fukishme, ak transformuese, sa ke u mesohej vetem dishe pugjve te përparuar. Atire ke ishin gati të zgjonin sovranitetin e tyre të vertet e të brendqem. Ne boten e sot me të zhurmshme, kunaksitimi. Stresi dhe shperkendrimi duket se janë enorme, gjemish ke putur nga mgjetime themelor ke kemi për të reguluar energjine tone gjetesore, frime margja e vetedishme. Na mesuan të shikonim gjashta, ne terapite e shtrenjta, ne formulat e gjashtme, ne premtimet e të qereve, kur alkimia supreme, shte brenda nesh, në që do thithje dhe në kësgjergje. Sot, shkenca po filon të konfirmoje mengut atë kë digetaret tawiste, yogistet indiane dhe shamanet e kyteterimeve të lashta e dinin tashme pa pasur nevogje per laboratore apo skanere të trurit. Menira se si marrim frime gjo vetem ke ushken mushkerit e tona, por edhe regulon sistemin nervor, harmonizon trurin, forkon zemren dhe zgjon radarin e brendqem kë manifeston realitetin tone. Në kete video, do të zbuloj me njohuri kë kane kene të fshehura nesit e publikut, misteri i nervit vagus dhe si të aktivizoni ate, roli i fshehuri CO2, heroi i haruar i trupit tend, të teknika e fryme marjes 478, qelesi kryesor per sinkronizimin e trupit, mendjes dhe shpirtit. Dhe si, duke zoteruar fryme margjen tua, mundeni aktivizoni sistemin e aktivizimit retikular të trurit tuaj për të tërhekur në mënyre të vetedishme për vogjat kë dëshironi të shetoni. Këgjo nuk eshte vetem teori. Do të gjugjap shembuj nga gjeta reale. Metaforat e gjalla dhe praktikat e zbatueshme e cila do të gjuleshoje të përgjetoni. Duke filuar ke sot, fukja ke aktivizohet kur merni frime me vetedigjet dhe me fokus. Sepse kur e zoteron frime margjen tende, ti gjo vetem ke e oksigjenon trupin tend, ti riprogramo gjeten tende. Pra, merë frime telle. Hap men gjende egja me mua. Qfare do të zbuloni mund të transformoje menyren se si gjetoni. Frima e shenjte kë nga agimi i vetedijes një rezore të urtet. Mistiket dhe alkimistet e të gjitha kulturave kane intuituar diçka kë shkenca moderne vetem tani po filon të deshifroje. Frime marja nuk eshte vetem një proses biologjik, por një akt i shenjte. Një ure lidhese midis materjes dhe shpirtit. Në Egjiptin e lashte, prifterinjte në tempusht e karnakut dhe luksorit praktikonin format e përparuarat e frime margjes ritmike gjate ritualeve të tyre për tu lidhur me perendite. Ata besonin se frima e gjetes, agjo ke Egjiptianet, Ekwanin, IETT, nuk ishte gje qeter vetëse energjia gjetesore e absorbuar dhe karkuluar për mes aktit të vetedishem të frime margjes. Në Indi, rishite vedike mesonin artin e pranayaman gje disipline kë, e konsideron frime marjen si prana, energjia kosmike kë mbeshtet të gjithë gjeten. Permes kontrolit të pranes, ata gjovetem ke forkuan trupat dhe mendjet e tire, por edhe ata zgjuan gjengje të vetedigjes me të larte, duke arritur nivele perceptimi kë të gjkalojne të kuptuarit racional. Taoizmi ne kine nuk mbeti shume prapa. Praktikuesit e lashtate ki gongut dhe alkimise se brendshme perdoren frime margje të thella, të heshtura për të grumbulluar dhe rafinuar ato shpenzoj. Energjia gjetesore kë rgjet në per meridianet e trupit. Per ta, sto frime margje e vetedishme vas një hap në ndërtimin e trupit të pavdekesise. Një entitet energjik kë mbigjeto e per të emishit e kokave. Edhe në traditat me të aferta me ne, sis gjane mesimet e mistikeve të krishtere. Gjegjme nosionin e frimezim hijnor, gjosi metafore, por si besimi se, ne gjengje të kaktuara lutjegje të thele dhe frime margje të kete, shpirtin gjerezor mund të mbarset fjale per fjale nga mencuria dhe dashuria e hijnores. Qafare në tone të gjitha keto tradita, të ndaranga migjera kilometra dhe shekuj. Kontrolli i frime marjes konsiderohej një art i shenjte, një instrument fukje, shëndeti, që të gjatesi edhe zgjerimi shpirteror. Me gjithate, në një moment të historise sone të koheve të fundit, kjo mensuri rane harese.
përparimi i industrializimit. Ritmi frenetik i gjetes moderne dhe shkeputja progresive e kenjeve njerëzore nga trupat e tyre e degezuan frime margjen, e vetëdijshme në një cep të harruar të digjes njerëzore. Ne marrim frime për të mbigjetuar, por ne nuk marrim frime për të gjetuar plotësisht. Sot, rizbulimi i kësaj praktike është një akt rebelimi shpirtëror. Është një kushtesese brenda që do të gjegje dhe në këzërje këndron një potenciali pa kufizuar. Çdo frime marrje e vetëdijshme është një deklarate e heshtur e lirise se brendshme. Një riafirmim se fukja e vërtete nuk këndron në atë ke zoterojme, por në mënyrën se si gjemi në gjengje ta menaksojme energjine tone jetesore. Mekanizmi i fshehur deri tani kemi vene rese frime margja e vetëdijshme është njohur nga traditat e lashtasin gjë porte për zgjerimin e vetëgjetes. Por çfarë ndodh saktësisht në trup? Mendje dhe ne fusheni energjise kur marrim frime me vetëdigje, nga dalet e tele. Cili është mekanizmi i vërtetë pas këtij aktine dukje të thjeshtë. Per ta kuptuar këtë, imagjinoni për një moment sikur trupi juaj është një termocentral i madh. Frime marrja në këtë skeme është generatori kryesor që ushken çdo sistem, çdo kelizë dhe çdo mendim. Kur marrim frime si përfakesisht dhe shpejt, siç bëjnë shumica e njerëzve sot, termocentrali ynë po punon me gjysmën e kapacitetit. Sistemet nuk marrin oksigjen ose energji të mjaftueshme. Toksinat nuk eliminohen në mënyrë efektive dhe mendja mbetet e turbullt dhe e çrregullt. Tani, kur marrim frime të le, ndodh diçka e jashtëzakonshme. Ne aktivizojmë nervin vagus, një strukture e fukishme që lidh trurin me organet me të rëndësishme. Zemrën, mushkerite, stomakun dhe zorret. Ky nerv është pjesë e sistemit nervor parasimpatik, i njohur si sistemi i rigjenerimit dhe pushimit, përgjegjes për shëroj. 3. Ekuilibroj dhe riparoj. Kur aktivizojmë nervin vagus përmes frime margjes se vetëdijshme, ne ulim rrahgjet e zemrës, ulim kortizolin, hormonin e stresit, dhe çlirojmë acetilkolinen, një neurotransmetues që shkakton ketesi, kartesi mendore dhe ekuilibër emocional. Por për të këtyre efekteve fiziologjike, ajo që dinin të menqurit, dhe që shkenca vetëm tani po fillon ta demonstrojë, është se duke aktivizuar nervin vagus, ne gjithashtu hapim kanale delikate energjie. Taoistet e kuanin atë hapni kanalin kendror. Yogistet folen per aktivizosu shumnen, kanali përmes të cilit ngjitet energjia kundalini. Përveç kësaj roli i harruar i dioksidit të karbonit, na u mesua ta kishim frike, ta shihnim vetëm si mbetje toksike. Por në realitet, një niveli ekuilibruar i CO2, është e nevojshme që oksigjenita lirohet në mënyrë efikase në keliza. Kur marrim frime si përfakesisht dhe nëzgjerim shumë CO2, kelizat tona marrin me pak oksigjen dhe, për këtë arsye, vitaliteti i përgjithshëm do besohet. Kjo është arsye gjapse teknikat e tilla si frime margje 4-7-8, thitni per 4 sekonda, mbagjeni per 7 sekonda, naksireni frimen per 8 sekonda. Zgjasin natyrshëm pranine, e CO2, kjo lehteson, shkembimin me efikas të gazrave të një gjendje këtesi të telle. Nga një perspektive energetike, mbajtje e lehte e frime marjes, kumbhaka, krijon një loj presion i brendshëm e silashtyn energjine gjetesore drejt palces kurrisore, duke ushkajer gjendrat endokrine, pineale, hipofize, tiroide, duke aktivizuar intuiten dhe duke rinovuar organet. Le te përmbledhim se çfarë ndodh në secilin cikel të frime marjes se vetëdijshme eskus pari. Titerim i tele, zgjeron mushkerite, masajon zemren dhe hap meridianet e kraharorit. E dyta, mbajtje e shkurter, rrit CO2, lehteson tithjen e oksigjenit dhe ngre energjine në kendra me të larta. E treta, në këzgjergje e zgjatur e agjerit, aktivizon nervin vagus, shkakton relaksim të telle dhe çliron tensionin. I ketërti, në fund të nëksjerjes se ajrit, krijon një boshlek pjellor, ku mendja hyn në një gjendje heshtjeje të gjere. Kjo rjedhje jo vetëm ke regulon funksionet biologike, por edhe harmonison energjine jetesore, prana ose qi. Zbëllokon kendrat e energjise, çakrat ose dantianet, dhe forkon fushen orike duke rritur kendrueshmerine, magnetizmin personal dhe perceptimin delikat. Gjegja me interesante është se e gjithek gjon ndodh pa pasur nevojë për substancat e gjashtme, pa isje të shtrenjta apo rituale komplekse. Vetëm ti, trupi i dhe frima jote.
ti e teknologjia. Persosja e artit të frymëmarrjes së shenjtë. Tani ko i kuptoni mekanizmat thelbësore të frymëmarrjes së vetëdijshme dhe ndikimin e saj të thellë në sistemin tuaj energjik dhe biologjik, është koha të thellohenin e të nuanca që endajnë praktikuesin i rastesi shem nga alkimisti, i vërtetë i frymëmarrjes sepse, siç mesonin digjetaret taoiste, nuk mjafton të njohesh lumin, duhet të mesosh të lundrosh në rimat e tiç të padukshme. Nuanca e pare themelore është kilesja e kellimit. Kur krijeni ndonjë teknike të frymëmarrjes, gjendja e mendjes dhe emocioneve tuaja përshkon energjinë që gjeneroni. Nëse praktikoni mengësitim, me ankth ose padurim, ajo dridhje dhe perton në fushen tuaj të energjise, duke kufizuar përfitimet. Mjeshtrat e lashtë kembengullnin në kultivimin e një këndrim derimi. Miren gjohgjegje dhe ketesje para se të filoni ndonjë ushtrim të frymëmarrjes. Para se të filosh, ulu ose këndron e kembe dhe sil vetëdijën tende në zemer. Bajnë deklarate dhe formuloje atë në mënyre të brendshme në kelim të lartë. Kjo frymëmarrje le të me harmonizoje, të me rigjalleroje dhe të me lidhe me pjesen me të paster të kenisime. Këllimi harmonizon mendjen, trupin dhe energjine, duke rritur në mënyre eksponencial efektet e praktikes. Nuansa e dyte është përparimi gradual. Një nga arsjet pse këto teknika u fshehen ose u mesuan vetëm të iniciuarve është sepse energjia e teperte e menaksuar dobet mund të sogje në çekuilibra. Njerëzit me një sistem nervor të dobesuar, ose blokime të forta emocionale mund të përjetojnë, nëse i detirojnë praktikat, simptomat të tilla si marramendje, palpitacione, ankth ose edhe ëndra shkëtesuese. Prandaj, rregulli është pak por konstant. Filon me 3 deri në 5 minuta në ditë dhe rriteni gradualisht. Kushtogjini vëmendje sinjaleve të trupit tuaj. Nëse ndiheni të rigjalleruar, të përkendruar dhe të kete, gjeni në rrugën e duhur. Nëse shfaket shkëtesim, zvogeloni intensitetin dhe kohes gjatjen. Nuanca e treta është këndrimi dhe shtrirja e trupit. Imagjinoni që shtila gjuaj kurrizore është një antene kozmike nëse është e perkulur ose e shembur. Rgjedha e energjise është ndërprerje kur praktikoni. Sigurohuni që shtilla kurrizore të jetë drejt. Mjekra pak e futur, duke e drejtuar palqen kurrizore. Dhe magja e kokës të jetë e drejtuar butesisht drejt kjelit. Kjo poze hapni kanalin kendror duke lehtesuar karkullimin, e qisedhe duke optimizuar efektin e çdo frymëmarrje. Aspekti i katërt thelbësor është rrënjosje. Ndërsa e rritni energjinë e tuaj me frymëmarrjen tuaj, duhet njëkohësisht të mbani një lidhje të forte me token. Vizualizoje që nga baza e shtylles kurrizore dhe shputat e kembeve, rrënjët e drites, ato shtrihen drejt berthames së tokes. Ki vizualizim ai balankon rrjedhen lart me një spirancë poshtë duke parandaluar shpërndarjen e energjisë ose shkaktimin e ngjëngjave të shkëputjes. Me në fund, ekziston integrimi në jetën e përditshme. Këllimi nuk është që frymëmarrja e vetëdijshme të shndërrohet në një praktike të izoluar ose sporadike. Zotërimi i vërtetë ndodh kur frymëmarrja gjuaj e vetëdijshme ndërturet me çdo moment të ditës suaj frymëmarrje e vetëdijshme, gjatë ekjes të folurit, punes, madje edhe gjatë pushimit. Shtë figja e padukshme që lidh çdo përvojë me praninë absolut. Taoistët thanë, njeriu i mensur merr frymë nga tembrat e tij, ndërsa njeriu i zakonshëm vetëm mbush gjoksin e tij. Kjo do të thotë që një frymëmarrje e telle, e ketede e këndrueshme, shtenje shenjë e zotërimit energjik dhe jetëgjatësise. Në përmbledhje, parimet kryesore të kësaj fazejane. Njëka, këllim i lartë. Diwale, përparim gradual. 3. Këndrimi dhe shtrirja. Katasoher. Rëngjezim i forte. 5. Integrimi i përditjem. Ata që inderojnë këto pese shtilla gjo vetëm që përjetojnë vitalitet dhe kartesi. Sinkronizohet me frymëmarrjen kozmike të vete universit, duke u akorduar me ritmet natyrore që mbështesin të gjithë jetën. Shtate celesa praktike për të përfshire frymëmarrjen e vetëdijshme në jetën tuaj të përditshme, të dish një sekret është një privilegje. Por të përgjetosh atë është një akt mjesterje. Tani ko i kuptoni bazat dhe nuansat e frymëmarrjes së vetëdijshme, hapit jetër është përfshigjeni këtë arte lashte në jetën tuaj të përditshme, në një mënyre natyrale, fluide dhe konstante, sepse mensuria nuk është vetëm në teknikën e izoluar.
por në mënyrë se si e transformojmë do moment në një akt të shenjtë pranie dhe energjie. Me pas, do të ndajmë gjushtate se lesa praktike të dizajnuara në mënyrë që ju të mund të kultivoni këtë fukit e brendshme në një mënyrë të thjeshtë, të qëndrueshme dhe thellësisht efektive. Eskros pari, rituali i tokezimit në mëngjes. Sapo të zgjoheni, përpara se të prekni telefonin ose të dilni me naksitim nga dera, uluni në buzët e shtratit ose në një vend të rehatshëm. Mbyllni sytë. Vendosni duart në pjesën e poshtme të barkut të krijeni dietë frymëmarrje të thella dhe të ngadalta. Vizualizoni se si, me çdo tithje, tithni energji të pastër dhe të ndritshme. Me çdo naksjerje, lironi tensionin dhe peshen. Ki veprim i thjeshtë ankoroni energjinë tuaj, skaroni mendjen tuaj dhe krijoni një fushë harmonike për gjithë ditën tuaj. E dyta, frymëmarrja tranzitore. Midis çdo aktiviteti të rëndësishëm, para një takimi, me të mbërritur në shtëpi, para një bisede të rëndësishme, ndaloni për 10 minuta, tithni frymen për 4 sekonda, mbagjeni për 7 sekonda, naksirreni frymen për 8 sekonda, përsëriteni 5 herë. Ki ushtrim rivendosni sistemin tuaj nervor duke ju penguar të mbartni stresin ose shpërqendrimin nga një aktivitet në tjetrin. E treta, ndërgjegjesimi për frymëmarrjen gjatë ecjes. Ndërsa ekni, kofte për në punë, për në supermarket apo për shëtitje, sinkronizoni hapat me frymëmarrjen. 4 hapa për të thithura gjerë, 4 hapa për të nxjerrë frymen. Ki zakon keteson mendjen, forkon kembet dhe i jep energji trupit duke e këtir qëdo shëtitje në një meditim aktiv. E katërti, buzekeshja e brendshme kur merë fryme. Sa here këtit, ai arrinte buzekeshje lehte nga brenda, edhe nese nuk eshte e dukshme nga gjaste. Kjo buzekeshje generon një vibrim mirënjohje dhe këtesi e kembushni energjin e tuaj, duke rritur mengjëhere frekuencen tuaj vibruese. E pesta, frymëmarrja pastruese e nates. Para se të flini, shtrihuni në shpine, mbyllni sytë dhe merrni frymet e le e bute, duke vizualizuar se çdo naksjerje liron stresin dhe emocionet e akumuluara gjatë ditës. Gjo pastroni fushën tuaj të energjise, ai keteson sistemin nervor dhe përgatitet për një gjume të kete. I gjashtë, kushtesa e ndërgjegjshme. Vendosni sinjale të vogla vizuale, një gur të veçante, një kopeletër, një simbol. Në vende kyçe, në tavolinën tuaj, në paskyre, në timonin e makines suaj. Sa herë që i shihni, bëgjini 3 frymëmarrje të vetëdijshme. Kjo spiranse e mban gjale praktiken edhe në kohet me të trazuara. I shtato, ditari i frymëmarrjes. Në fund të çdo dite, shkruani në një fletore. Sa herë kam marrë fryme me vetëdije sot, si unë djeva pasi e bera, çfarë ndryshime shvurare në energjinë dhe emocionet e mia. Ki ushtrim forkon vete vezgimin aje per forkon zakonin të gjullegjon të ematni evolucionin tuaj personal. Zbatimi i këtire shtate qelesave do të kultivoni një fushë energjik gjithnjë e me të fukishme. Të këtë dhe elastike, me kalimin e kohes, do të vini rekartesime e madhe mendore, me naksim i mira emocional, shendet me i forte dhe gjengje lidhshegje të thelle me gjetan. Rivendosja e fukise suaq të brendshme me qdo frymëmarrje, ne kemi përshkuar një rrugë që na çon, jo vetëm drejt të kuptuarit intelektual, por edhe drejt një rilidhje me vete burimin e gjetes që pulson. Brenda në shagjoke kemi zbuluar nuk eshte thjesht një teknike frymëmarrjeje, eshte një portal drejt zoterimit të brendshëm, një celes kë habdiert e një fuki të haruar kë banon telle brena ke një sate. Në të gjithë kujtëterimet, njerëzit e mensure dinin kete frymëmarrja nuk eshte vetëm agjer, por prana, qi, shpirt, energjia kozmike kë ushken të gjitha format e ekzistences. Na mesuanse ai ke kontrollon frymëmarrjen e ti, kontrollon mendjen e tij. Dhe ai kë kontrollon mendjen e tij, ke veris fatin e tij. Sot, ju e keni kushtuar kete të vërtete. Ne kemi pare se si frymëmarrja e vetëdijshme aktivizon nervin vagus ai harmonizon sistemin nervor, rrit energjinë gjetesore dhe zgjon perceptimin me të lartë. Ne kemi eksploruar se si kombinimi i kelimit, këndrimit, ritmit dhe këndrueshmërisë transformon çdo thithje dhe naksjerje në një akt alkimik. Të mbi të gjitha, ne kemi kuptuar kete. Fukia e vërtete nuk gjendet gjashtë por në mënyra se si e menaksojmë energjinë tonë të brendshme, në çdo moment. Bota moderne është përpjekur të na shkepuse nga kjo mensuri. Na është mesuar të marrim fryme sipërfakësisht, të jetojmë me ngsitim. Çdo frymëmarrje e vetëdijshme është një hap me shumë drejt zgjimit tuaj të plotë.
paket e thelle, kartesit e ndritshme dhe vitalitet rrezatues. Lëtet e shokerojnë me sdo thithje dhe në kserje.